Përshëndetje. Dikur, një dështim i veshkave ishte pothuajse gjithmonë fatal. Kurioziteti është diçka që më karakterizon si njeri dhe kjo më shtyu të kërkoj dhe të gjej informacion se si lindi dializa. Është shumë interesant, prandaj dua që ta ndaj me ju, sepse mund të jetë dikush aty që ka nevojë për këtë informacion. Në fillim të viteve 1900, mjekët përballeshin me një problem që nuk dinin si ta zgjidhnin. Pacientët me dështim të veshkave nuk vdisnin menjëherë nga dëmtimi i organit, por nga grumbullimi i substancave toksike në gjak. Substanca si urea dhe kreatinina rriteshin gradualisht dhe trupi nuk arrinte më t'i eliminonte. Pra, problemi kryesor nuk ishte thjesht veshka e dëmtuar, por pamundësia e gjakut për t'u pastruar. Kjo e çoi kërkimin në një drejtim tjetër. Jo si të shërojë veshka, por si të zvendësojë funksioni i saj filtrues. Nëse veshkat filtrojnë gjakun, a mund ta bëjnë këtë jashtë trupit? Kjo ide u zhvillua nga mjeku holandez Wilhelm Kolff gjatë luftës së dytë botërore. Baza shkencore për këtë ide ekzistonte prej kohësh në kimi dhe në fizik. Le ta shohim se si u zhvillua procesi i dializës dhe si u krijua makineria. Procesi quhet difuzion. Kur dy lëngje ndahen nga një membran gjysmë përshkrueshme, molekulat e vogla kalojnë nga zona me përqendrim më të lartë drejt zonës me përqendrim më të ulët, ndërsa molekulat e mëdha dhe qelizat nuk kalojnë. Pyetja që lind është thelbësore. Nëse gjaku përmban molekula toksike të vogla, a mund të kalojnë ato përmes një membrane, duke lënë qelizat e gjakut brenda? Pra, ideja e dializës nuk ishte kirurgjikale, ishte fizike dhe kimike. Gjaku nuk do të riparohej, ai do të pastrohej përmes filtrimit artificial. Wilhelm Kolff u bazua pikërisht në këtë parim. Ai përdori materiale që vepronin si membranë gjysmë përshkrueshme dhe krijoi një sistem ku gjaku kalonte në një anë, lëngu pastrues në anën tjetër. Përmes membranës, urea dhe toksinat dilnin jashtë, qelizat e gjakut mbeteshin brenda. Ky ishte aplikimi praktik i difuzionit në mjekësi. Në thelb, makina e dializës nuk është gjë tjetër veçse një sistem që krijon kushte fizike për filtrimin e gjakut, ashtu siç do ta bënte një veshkë, por në mënyrë artificiale. Dializa nuk lindi si ide për të krijuar një veshkë artificiale. Ajo lindi si ide për të larguar toksinat nga gjaku. Për të krijuar makinën e dializës, ai përdori selofan, material që përdorej për sallamin në atë kohë, tuba të gjatë të mbështjellë rreth një tamburi rrotullues, një vaskë me lëng dializues. Pse nuk funksionoi menjëherë? Sepse teoria ishte e saktë, por praktikisht gjaku piksel. Pacientët ishin shumë të rëndë. Balanca e lëngjeve ishte e vështirë. Pra, ideja ishte shkencërisht e bazuar, por zbatimi kërkoi shumë prova dhe gabime. Kjo ishte era e parë që një makinë zvendësonte funksionin e një organi. Ai e testoi fillimisht te pacientë në gjendje shumë të rëndë, me dështim të veshkave. Makina e dializës nuk shpëtoi jetë që në provën e parë. Shumë prej tyre nuk mbijetuan, sepse teknologjia ishte primitive dhe mjekët ende nuk e dinin saktësisht si ta kontrollonin procesin. Problemet ishin të mëdha. Piksja e gjakut në tubat e aparatit, infeksionet, vështirësia për të balancuar lëngjet
mungesa e përvojës. Por Kolf vazhdoi ta përmirësonte makinën pas çdo dështimi. Nëse do ta çojmë më tej, mund të shpjegojmë. Pse urea ishte treguesi kryesor që dializa funksionon vetëm për molekula të vogla? Sepse urea është një molekule vogël që grumbullohet shpejt në gjak kur veshkat dështojnë. Ajo u bë prova që tregonte nëse membrana funksiononte apo jo. Pse ishte thelbësore membrana gjysmë përshkrueshme? Sepse ajo bënte dallimin mes jetës dhe rrezikut. Lejonte kalimin e molekulave të vogla, por mbante brenda qelizat e gjakut. Një kufi i hollë mes filtrimit dhe shkatërimit. Por pse dializa funksionon vetëm për molekula të vogla? Sepse ajo nuk është një veshkë e vërtet. Ajo nuk ka inteligjencë biologjike. Ajo funksionon sipas ligjeve të fizikës, sipas difuzionit. Pra, në thelb, duhet të kuptojmë se dializa nuk është magji. Është fizike e pastër, e zbatuar me guxim në mjeksi. Nga ajo makinë thjesht që punonte vetëm me ligjet bazë të difuzionit, shkenca përparoi me hapa të jashtëzakonshëm. Sot, aparatet moderne të dializës janë të kompjuterizuara, të monitoruara, me sensor të saktë dhe të kontrolluara me precizion milimetrik. Ato rregullojnë balancën e lëngjeve, pastrojnë toksinat, stabilizojnë elektrolitet dhe përshtaten sipas gjendjes së pacientit në kohë reale. Nuk janë ende një veshkë biologjike, por janë një mrekulli e inxhinierisë mjekësore. Dhe falë këtij kombinimi mes fizikës, teknologjisë dhe guximit njerëzor, sot miliona njerëz në mbar botën vazhdojnë të jetojnë, të punojnë, të ëndrrojnë. Dializa nuk është magji, është shkencë që shpëton jetë. Dhe këtu qëndron madhësia e kësaj historie. Njerëzimi nuk e zvendësoi veshkën, ai kuptoi pranimin e saj dhe krijoi kushte artificiale që ta emitonin. Një nga ide teorike në laborator, në një makinë që sot mban gjallë miliona njerëz. Kjo është fuqia e mendimit shkencor. Të mos dorëzohesh përballë fatalitetit. Shkenca vazhdon të na surprizojë çdo ditë më shumë me shpikjet e saj. Në një video tjetër, dua të shpjegoj se si u shpik transplanti dhe kush e shpiku atë. Ju falenderoj që ishit me mua deri në fund të kësaj video. Shpresoj që të keni marrë një informacion të vlefshëm dhe ndoshta ta shihni dializën jo vetëm si një aparat, por si rezultati i një historie të thellë shkencore. Nëse ju pëlqejnë këto tema dhe doni të eksplorojmë së bashku historinë e ideve që kanë ndryshuar mjekësinë, bëni like dhe lini një koment. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në këtë kanal dhe mos harroni qëndroni me mua për video të tjera. Mirupafshim!